Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çlirohuni nga kapslëku, ulni kolesterolin dhe diabetin brenda 1 minute duke përdorur këtë recetë. Arrepat janë ndërperimet që mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit, pasi ato janë një burim i mirë i antioksidantëve të cilët ndihmojnë në mbrojtjen kundër problemeve dhe parandalimin e inflamacionit. Janë një burim i pasur i magnezit dhe kaliumit, vitaminës C dhe ekzistojnë në disa prej llojeve të rrepave, ngjyrave dhe formave mallësi të ndryshme. Përfitimet e rrepave janë vërtet të larta. Ato janë një burim i lartë i antioksidantëve. Rrepat ofrojnë disa lloje të antioksidantëve që ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbrojnë nga qelizat e dëmshme dhe parandalojnë plagjen e parakohshme dhe sëmundjet. Antioksidantët gjenden te rrënja e ngrënshme e perimeve dhe lakrat, farat dhe gjethet. Këto komponent natyror mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër disa llojeve të problemeve duke përfshirë problemet e gjirit, prostatës, zorës së trash, mëlçisë dhe mushkërive. Ato përmbajnë komponent që mbrojnë shëndetin. Rrepat janë në familjen e perimeve kryqëzuese, të cilat përmbajnë substanca natyrale që përmbajnë squfur. Këto komponime reduktojnë inflamacionin, mbrojnë qelizat nga agentët e jashtëm dhe ndërhyjnë në rritjen e qelizave të shëndetshme. Komponimet me rrepa kanë treguar gjithashtu aktivitet antibakterial, duke mbrojtur kundër Helicobacter pylori, i cili mund të shkaktojë ulcer dhe probleme të stomakut. Ato ndihmojnë gjithashtu në humbjen e peshës. Një filxhan me rrepa të papërpunuara ka më pak se 20 kalori dhe vetëm 3.91 gram karbohidrate neto, 1.84 gram fibra. Ulëntimet kanë treguar se konsumi i 5 gotave dhe frutave me perime në ditë optimale do të përmirësojë shëndetin e tretjes. Ato mbrojnë nga diabeti. Rrepkat përmirësojnë mekanizmat mbrojtës antioksidues të trupit dhe ndikojnë pozitivisht në ndryshimet e nivelit të glukozës në gjak. Rrepkat zvogëlojnë përthithjen e glukozës në zorë dhe stimulojnë marrjen e glukozës, e cila ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Vlerat ushqyese të rrepave janë vërtet të larta. Një filxhan me rrepka të papërpunuara ofron 18.4 gram kalori, 0.11 gram yndyrë, gjithashtu 44.8 mg natrium, 3.91 gram karbohidrate, 1.8 gram fibër, 0 gram sheqer dhe 0.7 gram protein. Rrepkat janë gjithashtu një burim i pasur i magnezit, kaliumit dhe vitaminës C. Magnezi është thelbësor për disa funksione trupore, duke përmirësuar funksionin e nervave dhe të muskujve. Kaliumi ndihmon në ruajtjen e shëndetit të kockave, zemrës dhe të muskujve. Gjithashtu, vitamina C që gjendet te rrepkat ndihmon antioksidantët në lehtësimin e inflamacioneve. Në përgjithësi është e rëndësishme të hani rrepka, por duhet të keni kujdes për të shmangur konsumin e tyre nëse merrni hollues të gjakut ose përdorni nivele të larta të insulinës. Rrepkat janë jashtëzakonisht të mira për pastrimin e gjakut dhe të veshkave. Gjithashtu, kur të zbuloni se sa të përsosura janë ato në sallata dhe në meze, nuk do të mendoheni 2 herë për t'i konsumuar. Ato kanë pak kalori dhe janë të pasura me fibra, vitaminën C, folat, kalium, magnez, kalcium, grupin e vitaminave B dhe element të ndryshëm jetik. Përfshirja e rrepkave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur imunitetin dhe për të mbajtur larg gjithashtu komplikacionet e tij. Ato janë një nga zgjidhjet më të mira për të përfshirë në recetat tuaja, duke ndikuar pozitivisht edhe në rritjen e imunitetit. Përveç kësaj, ajo mund të forcojë sistemin tretës dhe të pastrojë organizmin. Në shumë ulëntime është vërtetuar se rrepkat përmbajnë komponent që njihen si luftëtar të shkëlqyer kundër radikaleve të lira. Përmbajtja e fibrave te rrepa e bën shumë efektive në parandalimin dhe luftimin e qelizave të dëmshme. Rrepkat u rekomandohen të gjithë atyre që vuajnë nga bronkiti kronik, infeksionet e sinuseve ose astma. Rrepkat mund të veprojnë si një ilaç kundër oksigjenit, zënies së undëve dhe rrugëve të frymëmarrjes. Ato janë në mesin e perimeve më të mira për ata që kanë probleme kardiovaskulare,
ulin kolesterolin, rregullojnë diabetin, tensionin e gjakut dhe nivelin e sheqerit në gjak. Me ngrënien e rrepkës do të stimuloni punën e mëlçisë dhe të fshikëzes dhe do të pastroni gjakun. Fibrat nga rrepkat rregullojnë zbrazjen e zorëve, prandaj kështu në mënyrë efektive largojnë toksinat dhe pengojnë shfaqjen e kapsllëkut. Përveç se i pastrojnë veshkat, kjo perime është e shkëlqyer në parandalimin e infeksioneve të traktit urinar. Lëngu i rrepkës mund të lehtësojë simptoma si dhe të ndihmojë në djegje gjatë infeksioneve të traktit urinar dhe të ndihmojë më shpejt në lehtësimin e infeksioneve. E gjitha ajo që thuhet për rrepkën përgjithsesi është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin dhe për imunitetin. Rrepa është një zgjidhje e mirë për lëkurën dhe për shëndetin e bukurisë. Rrepkat veprojnë jashtëzakonisht mirë për shëndetin e lëkurës, e ndihmojnë atë dhe mbajnë larg aknet, duke pirë lëngun e rrepkës dhe duke e vendosur maska me të. Kjo perime vepron si një mënyrë antiinflamatore, përmban vitaminën C dhe antioksidant. Jo vetëm që mund të zbusë pickimet e insekteve, por mund të zgjidhë edhe problemet tuaja me puçrat, si aknet e të tjera. Jasti është e nevojshme të lehtësoni edhe problemin tuaj. Çdo ditë bëni preparate për pastrimin e fytyrës, përheqjen e yndyrës dhe papastërtive. Nga rrepka bëni një pastë në blender, e përzjeni me ujë dhe aplikoni në fytyrë me majrat e mollzave të gishtave. E mbani për 15 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Gjithashtu rrepkat përmbajnë element të mirë edhe për shëndetin tuaj. Gjithashtu, ato janë mbrojtëse të mira të trupit. Ngjyra e kuqe e rrepkës vjen nga pigmenti antiocianin. Kjo substancë është një antioksidues i fuqishëm që mbron qelizat nga prishja dhe garanton shëndetin e të gjithë trupit. Rrepkat stimulojnë tretjen. Shija pikante e rrepkës stimulon sekretimin e lëngjeve në stomak dhe për këtë arsye zakonisht shërbehet në sallata ose pije ose si një aperitiv që hap oreksin. Përveç kësaj, ajo stimulon tretjen dhe funksionin e zorëve dhe rekomandohet veçanërisht për njerëzit që kanë probleme me jashtëqitjen e fortë. Ajo është një aleat i vitalitetit. 100 gram rrep përmbajnë rreth 16 kalori, sepse 95% e frutit këtu është se mund të shijohet edhe në ushqime të ndryshme. Ajo është një burim e shkëlqyer e vitaminës C, fibrave dietike, kaliumit, folatit, të cilat sigurojnë energji dhe forcojnë imunitetin. Ka efekte të mira antibakteriale. Lëngu i freskët i rrepkës është një mënyrë shumë e mirë për lehtësimin e tëmtit dhe provojë të ishte veçanërisht i dobishëm për njerëzit që kanë mukus në organizëm dhe mban larg problemet e bronkitit dhe të ftohjes. Disa ekspertë pohojnë se vetit antibakteriale të rrepkës do të kthehen në një aleat të mirë të imunitetit në mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin dhe të mbani larg këtë problem, atëherë rrepka duhet të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Ajo është një aleat shumë e mirë edhe për shëndetin e mëlçisë. Nëse doni të keni një mëlçi më të fortë dhe më të shëndetshme, atëherë rrepkat duhet të keni pjesë të pandara të dietave tuaja. Rrepkat përmbajnë substanca që neutralizojnë bilirubinën në mëlçi, prandaj është një mjet i shkëlqyer në luftën kundër verdhëzës. Përveç kësaj, është një burim i shkëlqyer i detoksifikimit. Nëse hahet i gjallë, shtrydhet lëngu ose shtohet në pije, do të pastrojë trupin nga toksinat e grumbulluara. Sigurisht për shkak të shijes djegëse, konsumi i rritur i rrepkave nuk u rekomandohet njerëzve që kanë mukozë të ndjeshme të stomakut dhe sëmundje të tilla si ulçrat dhe personave që vuajnë nga veshkat e sëmura. Me të vërtetë është një nga perimet më të mira që nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj. Vetëm duhet të jeni të kujdesshëm nëse vuani nga shqetësime të ndryshme përpara përdorimit të saj, duhet të konsultoheni me mjekun nëse doni ta përdorni si një mënyrë alternative të trajtimit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.